a keni gjithmonë një vend të caktuar apo ku shkoni një herë nuk ktheheni në dytën? Keni qenë shumë me eksploru vende të reja? Unë nuk është se kam ndaj vend caktuar, preferoj Bregdetin ton, shqiptar, edhe ka njerë lëvizje dhe jashtë shtetit, për mos me u bo monoton, po për ndryshe kemi vende shumë mira në Shqipëri edhe në Ulqen edhe në vendet tona, kështu që. E vërtet. Davidit është ta ju ka bu pajat, ju është përzit pak kjo puna e detit, na kena shumë Bregdet atje, po edhe unë preferoj më shumë të vendet tona, se të Termali, në Ulqen. Okej, pa të pak, një këngë kjo që me njëherë ka njës me i marrë ato komentet e para shumë të mira, të pak të ndëri tani, nuk e di ju që ju kanë thonë njerëzit, po besoj janë këto të njëjta që po i shohim edhe na. Ju që sa ko keni njës me punu për këto, ose a njiheni më të ju të dy? Kënga e shumë bukur e the që ka marrë komente pozitive që për mu është kryesore ajo, në impakt parë sepse është e vërtet që është bodhë një katrahur në muzikën tonë, duhet ta themi. Edhe janë disa zhandre që unë mund të kenë shumë sukses, por që nuk më takon mu me i këndu, për hirë të karierës që e kam edhe për hirë të gjitha asaj që e kam po mas pari prindi jem edhe unë. Kështu që me rëndësi është me dalë disa këngë të lezetshme të mira dhe mos me pas komente negative. Me Davidin na ka ra me u taku në koncerte ndryshme, ka qenë, është një djallë simpatik, që më ka pëlqy mas pari me qasjen që e ka dhe me edukatën që e ka, si njerëzore ashtu edhe në muzikë, edhe pastaj kemi bisedu për një projekt edhe ja ku është. Edhe ja ku jemi. Po kom pas shef me thonë drejtën edhe pse është malësor, është i mali zi, nuk kam pas bashkëpunime shumë me përveç se me lumin bise, është edhe ajo është malësor, është që. Po kjo është autokton, është atje, ai ka orë në Prishtinë, u bu një farë me Prishtina Ali. Se na shumë malësor në këtë sport, në pak fjallë. David, dhe më thonë qështu, a e pritet i që Ermali do ta ketë këtë qasjen kaq pozitive në raport me ty, duke ditë që normalisht Ermali ka vite në karrierë dhe me të rinjët jo çdo kush është kaq i hapun, nga njëherë ndihma normalisht për një duet me një këngëtar të madh gjithkush e do, Absolutisht, unë jam prit me muzikën e Sabrisë dhe Ermalit edhe muzikat e tyre dhe veprat janë të pavdekshme dhe vetë emri i tyre, vetë bagazhi i gjithçka që kanë krijuar dhe me mujt të ndarmën edhe unë si artist me kriju diçka të tillë do isha mos e i lumtur. Dhe ka qenë në një koncert në Shëngjin, siç e ceki edhe Ermali më herët që jemi njoftuar rastësisht, po kur e pash se posterin që ishim edhe unë dhe Fatmira dhe Ermali, e ka shërë në story pa më njoft personalisht. Pastaj të bu shefi. Absolutisht, ishte një është obligim moral për secilin artist, kudo që merr pjesë me secilin artist. A bujnë gjithë Ermal këto? Nuk e di, nuk du me gjyku. Jo, Davidi po thot jo. Unë s'po gjykoj, po jam shumë transparent që janë shumë të rollë edhe njerëzit edhe artistat si Ermali, kështu që jam shumë falenderues edhe shumë derë edhe krahasi edhe shumë respekt me e pas një bashkëpunim të tillë.